Në arkivat e Kuvendit të Shqipërisë, në një dosje të vjetër me kodin KP1997 mungojnë 3 faqe. Këto faqe përmbanin stenogramin e një seance parlamentare nga tetori i 27, ku një deputet i vetëm kishte guxuar të flasë hapur kundër korrupsionit në nivelet më të larta të pushtetit. Emri i tij ishte Teodor Keko. Ditën pas asaj seance, dosja u mbyll me vulën konfidenciale dhe 3 faqet u hoqën nga protokolli zyrtar. Kush i mori ato faqe? Çfarë fjalësh aq të rrezikshme kishte shqiptuar Keko atë ditë, saqë edhe pas vitesh, edhe pas vdekjes së tij, dikush ende donte që ato fjalë të mbeteshin të fshehura? Dhe më e rëndësishmja, çfarë të vërteta të tjera mori me vete në varr ky njeri që nuk pranoi kur të hesh? Teodor Keko nuk ishte politikan i zakonshëm. Ai ishte shkrimtar, gazetar, intelektual i një brezi që kishte parë rënien e diktaturës dhe lindjen e një demokracie të brisht, të mbushur me premtime të pambajtura dhe iluzione të thërmuar. Në vitet 90, kur Shqipëria po përpiqej të gjente rrugën e saj mes kaosit politik dhe ekonomik, Keko ishte zëri që nuk heshte. Ai shkruante kolumne që lexoheshin në çdo shtëpi, që diskutoheshin në çdo kafene, që citoheshin në çdo takim familjar. Fjalët e tij ishin si thika të mprehta që shponin velin e gënjeshtrës dhe hipokrizisë. Por çfarë e bënte atë kaq të ndryshëm nga të tjerët? Çfarë e shtyu këtë njeri të sakrifikonte rehatin, sigurinë, madje edhe shëndetin e tij vetëm për të thënë të vërtetën? Historia e Teodor Kekos fillon jo në sallat e Kuvendit, por në rrugët e Tiranës së viteve 50 e 60, në një familje intelektuale që jetonte nën hijen e një regjimi që nuk toleronte asnjë zë të ndryshëm. Baba i tij ishte mësues, nëna punonte në një bibliotekë. Shtëpia e tyre ishte e mbushur me libra, shumë prej të cilëve ishin të ndaluar, të fshehur pas rafte të tjera, të lexuar vetëm natën, me dritë të ulët, me frikën e vazhdueshme se dikush mund të trokiste në derë. Teodori u rrit mes këtyre librave të ndaluar, mes bisedave të shushatura për botën e jashtme, mes ëndrave për një Shqipëri të ndryshme. Por ai nuk ishte vetëm ëndërrimtar. Ai ishte vëzhgues i mprehtë që shihte çdo kontradikt, çdo padrejtësi, çdo gënjeshtër të sistemit. Dhe që në moshë të re, ai filloi të shkruante. Jo për t'u botuar, sepse kjo ishte e pamundur, por për veten e tij, për të ruajtur mendjet e tij, për të mos harruar atë që shihte. Kur diktatura ra në fillim të viteve 90, Teodor Keko ishte tashmë një shkrimtar i pjekur, me dorëshkrime të fshehura në sirtar, me ide të mprehta dhe me një zjarr të brendshëm që nuk mund të shuhej. Ai pa rënien e sistemit jo si një fitore të plot, por si një mundësi të re, të brisht, që mund të shkatërrohej lehtësisht nëse njerëzit nuk do të ishin vigjilentë. Dhe ai vendosi të bëhej ai zë i vigjilencës. Filloi të shkruante për gazeta, kolumne që analizonin politikën, që kritikonin pushtetin, që kërkonin llogari. Stili i tij ishte i drejtë për drejtë, pa ornamente, pa eufemizma. Ai nuk kishte kohë për diplomaci. Ai shkruante sikur çdo fjalë mund të ishte e fundit, sikur çdo artikull mund të ishte testamenti i tij. Dhe lexuesit e ndjenin këtë urgjencë. Ata e lexonin Teodorin jo vetëm për informacion, por për kurajo. Sepse në një kohë kur shumë gazetarë dhe intelektual po mësonin të heshnin përsëri, të negociojnë me pushtetin, të gjejnë kompromise, Teodor Keko nuk bëri asnjë kompromis. Por çfarë kushtonte kjo qëndresë? Çfarë çmimi paguante një njeri që zgjidhte të flasë kur të tjerët heshnin? Në vitin 25, Keko u zgjodh deputet. Ai hyri në Kuvend jo si një politikan karrierist, por si një misionar i së vërtetës. Ai nuk kishte ambicie për poste, për pushtet, për pasuri. Ai donte vetëm një gjë, të flasë. Dhe ai foli. Në çdo seancë parlamentare, Teodor Keko ngrihej dhe fliste me një pasion që trondiste sallën. Ai nuk lexonte fjalime të shkruara paraprakisht. Ai fliste nga zemra, nga mendja, nga shpirti. Ai denonconte korrupsionin, nepotizmin, abuzimin me pushtetin. Ai përmendej emra, data, fakte. Ai nuk kishte frikë. Dhe kjo mungesë frike e bënte atë të rrezikshëm. Sepse në një sistem ku të gjithë lozin sipas rregullave të pashkruara, një njeri që nuk respekton ato rregulla bëhet një kërcënim. Jo vetëm për ata që janë në pushtet, por për vetë sistemin. Kolegët e tij deputet e shihnin Teodorin me një përzierje admirimi dhe frike. Disa e respektonin për guximin e tij, por shumë të tjerë e konsideronin naiv, të papjekur politikisht, madje të rrezikshëm për veten e tij. Ata i thoshin, Teodor, duhet të mësosh të luash lojën.
Nuk mund të thuash gjithçka që mendon. Do të shkatërrojnë. Por Keiko nuk dëgjonte. Ai besonte se e vërteta ishte më e fortë se çdo lojë politike. Ai besonte se nëse mjaft njerëz do të guxonin të flisnin, sistemi do të detyrohej të ndryshonte. Por a ishte kjo besim apo iluzion? A mund të ndryshonte një njeri vetëm një sistem të tërë? Apo ishte Theodor Keiko duke luftuar një betejë të humbur që në fillim? Në jetën e tij private, Theodori ishte njeri i thjeshtë. Ai jetonte në një apartament modest në Tiranë me gruan dhe 2 fëmijët e tij. Ai nuk kishte makinë luksoze, nuk vishej me rroba të shtrenjta, nuk frekuentonte restorante ekskluzive. Ndërsa shumë deputetë të tjerë po fillonin të pasuroheshin shpejt, të blinin prona, të hapnin biznese, Theodor Keiko jetonte me rrogën e tij të deputetit, që ishte rreth $150 në muaj. Për krahasim, disa prej kolegëve të tij po blenin vila që kushtonin $10,000. Si ishte e mundur kjo? Nga vinin këto para? Keiko e dinte përgjigjen dhe ai nuk heshte. Ai shkruante për këtë, ai fliste për këtë në kuvend, ai kërkonte hetim. Por askush nuk donte të hetonte. Sepse hetimet do të çonin në emra të mëdhenj, në zyra të larta, në sekrete që duhej të mbeteshin të fshehura. Një nga momentet më të famshme të karrierës parlamentare të Keikos ndodhi në pranverën e 26, kur ai denoncoi një kontratë të dyshimtë për privatizimin e një kompanie shtetërore. Ai kishte marrë dokumente nga një burim i brendshëm, dokumente që tregonin se kompania ishte shitur me një çmim shumë më të ulët se vlera e saj reale, dhe se blerësi kishte lidhje familjare me një ministër të lartë. Keiko solli këto dokumente në kuvend dhe kërkoi shpjegime. Reagimi ishte i ashpër. Ministri në fjalë e akuzoi Keikun për shpifje, për destabilizim, për shërbim ndaj interesave të huaja. Salla u nda. Disa deputetë mbështetën Keikun, por shumica heshti. Dhe dokumentet? Ato u hetuan nga një komision parlamentar, i cili pas disa muajsh doli me një raport që thoshte se nuk kishte gjetur asnjë shkelje. Por Keiko nuk u dorëzua. Ai vazhdoi të shkruante për këtë rast, të kërkonte drejtësi, të mbante gjallë çështjen në opinionin publik. Dhe njerëzit e lexonin. Ata e dinin se Theodor Keiko nuk gënjente. Por kjo luftë e vazhdueshme kishte një kosto. Theodori pinte shumë. Ai pinte për të harruar, për të qetësuar nervat, për të gjetur forcë të vazhdonte. Ai pinte në mbrëmje, pas seancave të gjata parlamentare, pas ditëve të tëra duke shkruar, duke luftuar, duke bërtitur në shkretëtir. Miqtë e tij shqetësoheshin. Ata e shihnin se si trupi i tij po dobësohej, se si fytyra e tij po zbehej, se si zëri i tij po bëhej më i rëngët. Por Theodori nuk ndalonte. Ai nuk mund të ndalonte. Sepse nëse ai do të ndalonte, kush do të fliste? Kush do të mbante gjallë shpresën se e vërteta ende ka vlerë? Në vitin 28, Theodor Keiko filloi të ndjente dhimbje në gjoks. Ai injoroi në fillim, duke menduar se ishte vetëm stres, lodhje. Por dhimbjet u bën më të forta. Ai shkoi te mjeku dhe diagnoza ishte shkatërruese, kancer i mushkërive në stad të avancuar. Mjeku i tha se kishte ndoshta një vit, ndoshta më pak. Theodori nuk qau. Ai nuk u ankua. Ai pyeti vetëm, sa kohë më mbetet për të punuar? Mjeku nuk dinte çfarë të thoshte. Si mund të përgjigjej dikush ndaj një pyetjeje të tillë? Por Theodori e dinte tashmë përgjigjen. Ai kishte pak kohë dhe ai donte ta përdorte atë kohë për të bërë atë që kishte bërë gjithmonë, të flasë, të shkruajë, të luftojë. Lajmi për sëmundjen e Keikos u përhap shpejt. Shumë njerëz erdhën ta vizitonin, t'i shprehnin mbështetjen, dashurinë. Por kishte edhe ata që heshtnin, që nuk erdhën, që ndoshta mendonin se tani Theodori nuk ishte më i rrezikshëm, se sëmundja do ta heshte atë më mirë se sa çdo presion politik. Por ata nuk e njihnin Theodor Keikun. Ai vazhdoi të shkruante, edhe kur dora i dridhej, edhe kur zëri i thyej, edhe kur trupi i tij po e tradhtonte. Ai shkruante për të ardhmen e Shqipërisë, për rreziqet që e kërcënonin demokracinë e re, për nevojën që brezi i ri të mos harronte vlerat për të cilat ishte luftuar. Ai shkruante sikur po i linte një testament një kombi të tërë. Në vjeshtën e 29, shëndeti i Theodor Keikos u përkeqësua ndjeshëm. Ai nuk mund të shkonte më në kuvend, nuk mund të merrte pjesë në debate. Por ai ende shkruante. Nga shtrati i spitalit, ai diktonte artikuj që gruaja e tij i shkruante dhe që pastaj botoheshin në gazeta.
Këto artikuj të fundit ishin ndër më të fuqishmit që ai kishte shkruar ndonjëherë. Ato ishin plot me një urgjencë, me një pasion, me një dëshpërim që prekej thellë në zemër. Ai shkruante sikur po përpiqej të thoshte gjithçka që kishte mbetur pa thënë, sikur po përpiqej të linte një gjurmë që nuk do të fshihej lehtësisht. Një nga artikujt e tij të fundit ishte një letër e hapur drejtuar deputetëve të rinj që sapo kishin hyrë në kuvend. Në atë letër, Teodori u shkruante: "Ju keni një mundësi që brezi im nuk e pati. Ju mund të ndërtoni një Shqipëri të re, të drejtë, të lirë. Por kjo nuk do të ndodhë nëse ju zgjidhni rrugën e lehtë, rrugën e kompromisit, rrugën e heshtjes. Ju duhet të guxoni të flisni, edhe kur është e vështirë, edhe kur është e rrezikshme, edhe kur të gjithë të tjerët heshtin. Sepse heshtja është armiku më i madh i demokracisë. Heshtja është ajo që lejon korrupsionin të lulëzoj, padrejtësinë të mbretëroj, gënjeshtrën të triumfoj. Mos u bëni bashkëpunëtor të heshtjes. Flisni. Gjithmonë flisni." Por apo e dëgjonin këtë mesazh? A kishte ndonjë që po e merrte seriozisht? Apo ishte Teodor Keko duke folur në shkretëtir, duke shpresuar se dikush, diku, do ta dëgjonte zërin e tij dhe do të vepronte? Në dhjetor të vitit 2002, Teodor Keko vdiq. Ai kishte vetëm 48 vjeç. Vdekja e tij shkaktoi një valëzie në të gjithë Shqipërinë. Mijëra njerëz erdhën në funeral për t'i dhënë lamtumirën e fundit këtij njeriu që kishte qenë zëri i tyre, ndërgjegja e tyre, shpresa e tyre. Në kuvend u mbajt një minutë heshtje. Shumë deputet folën për Teodorin, për guximin e tij, për integritetin e tij, për kontributin e tij. Por sa prej tyre e mendonin vërtet atë që thoshin? Sa prej tyre ishin të gatshëm të ndiqnin shembullin e tij? Apo ishte kjo vetëm një ceremoni, një ritual që do të harrohej shpejt dhe gjithçka do të kthehej në normalitetin e vjetër? Pas vdekjes së Teodor Kekos, disa gazetarë dhe studiues u përpoqën të mbledhin të gjitha shkrimet e tij, të gjitha fjalimet e tij, për t'i botuar në një vëllim të plodh. Por ata zbuluan se shumë prej materialeve të tij mungonin. Disa artikuj që ai kishte shkruar nuk gjenden më në arkivat e gazetave. Disa stenograme të fjalimeve të tij parlamentare ishin të pakompletuara, me faqe që mungonin. Ishte sikur dikush, sistematikisht, po përpiqej të fshinte gjurmët e Teodor Kekos, të zvogëlonte trashëgiminë e tij, të bënte që zëri i tij të dëgjohej më pak. Por pse? Çfarë kishin aq frikë ata që donin ta heshtnin Teodorin edhe pas vdekjes? Çfarë të vërtetash kishte thënë ai që ende ishin të rrezikshme? Një nga njerëzit që e njihte më mirë Teodor Kekun ishte Agim Musta, një gazetar veteran që kishte punuar me të në vitet 90. Për herë të parë në 35 vjet, Agimi pranoi të fliste para kamerave për mikun e tij. Ajo që ai na tregoi ndryshoi gjithçka që mendonim se dinim për Teodor Kekun. Agimi na rrëfeu për takime sekrete që Teodori kishte pasur me burime të brendshme në qeveri, për dokumente që ai kishte marrë dhe që nuk i kishte botuar kurrë sepse ishin shumë të rrezikshme, për kërcënime që ai kishte marrë dhe që nuk ja kishte treguar kurrë familjes së tij për të mos i shqetësuar. Agimi na tregoi për një Teodor Keko që ishte edhe më i guximshëm, edhe më i vendosur, edhe më i vetmuar se sa ne e kishim imagjinuar. Ai na tregoi për një njeri që kishte jetuar çdo ditë duke ditur se mund të ishte dita e fundit, por që nuk kishte ndaluar kurrë së luftuari. Një nga rrëfimet më tronditëse të Agimit ishte për një takim që Teodori kishte pasur në vjeshtën e 27, pak muaj para se të diagnostikohej me kancer. Një person i panjohur e kishte kontaktuar Teodorin dhe i kishte kërkuar një takim privat. Ata u takuan në një park, në mbrëmje. Personi i panjohur i dha Teodorit një zarf të mbyllur dhe i tha: "Këtu ka dokumente që provojnë lidhjet mes qeverisë dhe krimit të organizuar. Nëse i publikon, do të shkaktosh një tërmet politik. Por do të jesh edhe në rrezik të madh." Teodori mori zarfin, por nuk e hapi atë menjëherë. Ai shkoi në shtëpi, u ul në tavolinë dhe filloi të lexonte. Ajo që gjeti aty e tronditi. Kishte emra, data, transaksione financiare, fotografi. Ishte një rrjet i tërë korrupsioni që shkonte deri në nivelet më të larta. Por Teodori nuk i botoi ato dokumente. Pse? Agimi thot se Teodori kishte frikë jo për veten e tij, por për familjen e tij. Ai kishte marrë kërcënime të qarta, nëse do të botonte ato dokumente, familja e tij do të paguante çmimin. Dhe Teodori, për herë të parë në jetën e tij, zgjodh heshtjen. Por kjo heshtje e hëngri nga brenda.
Agimi thot se pas atij takimi, Teodori nuk ishte më i njëjti. Ai pinte më shumë, flinte më pak, ishte më i nervozuar, më i largët. Ndoshta kjo heshtje e detyruar kontribuoi në sëmundjen e tij. Ndoshta trupi i tij nuk duroi dot peshën e asaj heshtjeje. Por çfarë ndodhi me ato dokumente? Ku janë ato sot? Agimi thot se Teodori ja kishte besuar ato një miku të besuar, me udhëzimin që të publiko. Heshin vetëm pas vdekjes së tij. Por ato nuk u publikuan kurrë. Miku në fjalë tha se dokumentet i ishin vjedhur nga shtëpia e tij pak ditë pas vdekjes së Teodorit. A ishte kjo e vërtetë? Apo ai kishte zgjedhur të mos i publikonte për të mbrojtur veten? Kush e di? Por fakti mbetet, ato dokumente, ato të vërteta që Teodor Keko kishte zbuluar dhe që nuk kishte guxuar t'i publikonte, janë zhdukur. Dhe me to, një pjesë e historisë së Shqipërisë së viteve 90 mbetet e errët, e panjohur, e fshehur. Historia e Teodor Kekos nuk është vetëm historia e një njeriu. Është historia e një brezi të tërë që luftoi për liri, për demokraci, për drejtësi dhe që shpesh u shgënjye, u tradhtua, u harrua. Është historia e një vendi që po përpiqej të gjente rrugën e tij mes kaosit dhe shpresës, mes së shkuarës dhe së ardhmes, mes gënjeshtrës dhe së vërtetës. Dhe Teodor Keko ishte një nga ata pak njerëz që nuk pranuan të bëjnë kompromis me të vërtetën, edhe kur kjo i kushtoi gjithçka. Por çfarë na mëson historia e tij? Çfarë duhet të marrim ne nga jeta dhe vepra e Teodor Kekos? A duhet të admirojmë guximin e tij, apo të mësojmë nga gabimet e tij? A ishte ai hero apo viktim? A arriti ai të ndryshonte diçka, apo thjesht u dogj në një luftë të kodë? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë. Por një gjë është e sigurt, zëri i Teodor Kekos nuk është heshtur plotësisht. Ai jeton ende në artikujt e tij, në kujtimet e atyre që e njohin, në shpresën e atyre që besojnë se e vërteta ende ka vlerë. Dhe ndoshta, në një të ardhme jo shumë të largët, dikush do të guxojë të ndjek gjurmët e tij, të marrë përsipër barrën që ai la, të vazhdojë luftën që ai filloi. Sepse lufta për të vërtetën nuk mbaron kurrë. Ajo vetëm ndryshon formë, ndryshon aktor, ndryshon skenë. Por thelbi mbetet i njëjtë, ka ata që flasin dhe ka ata që heshtin. Dhe historia gjykon të dy. Për herë të parë në 35 vjet, mjekja që e trajtoi Teodor Kekon në muajt e fundit të jetës së tij pranoi të flasë para kamerave. Ajo që na rrëfeu e ndryshon tërësisht atë që mendonim se dinim për shëndetin e tij. Doktoresh Elvira Hoxha, sot në pension, ruan ende kartelën mjekësore të Teodorit, një dosje të hollë me shënime të shkruara me dorë, me data dhe simptoma që tregojnë një histori shumë më të ndërlikuar se sa një kancer i thjeshtë i mushkërive. Ajo na tregon se kur Teodori erdhi për herë të parë në zyrën e saj në shkurt të 28, ai nuk ankohej për dhimbje në gjoks, por për diçka tjetër, për një lodhje të çuditshme që nuk kalonte me pushim, për një humbje peshe që nuk shpjegohej me dietë, për një djersitje nate që e zgjonte çdo natë në orën e 3. Doktoresha Hoxha e pyeti nëse kishte qenë nën stres të madh kohët e fundit. Teodori qeshi me hidhësi dhe tha, doktoresh, unë jetoj nën stres që nga dita që linda. Por ajo nuk qeshi. Ajo e dinte se diçka nuk shkonte mirë dhe ajo kërkoi analiza të thelluara. Rezultatet erdhën pas 2 javësh dhe ato ishin shkatëruese, jo vetëm kanceri i mushkërive, por edhe metastaza në mëlçi dhe në kocka. Stadiu i 4. Asnjë shans për shërim. Ndoshta 6 muaj jetë, ndoshta më pak. Doktoresha Hoxha na tregon se kur ja tha këtë Teodorit, ai nuk reagoi siç pritej. Ai nuk qau, nuk u zemërua, nuk pyeti pse unë. Ai thjesht pyeti, sa kohë më mbetet për të punuar? Dhe kur ajo ju përgjigj se ndoshta 6 muaj, ai tha, atëherë nuk kam kohë për të humbur. Ai u ngrit, e falënderoi dhe doli nga zyra. Doktoresha Hoxha thot se ajo nuk e kishte parë kur një pacient që të reagonte kështu. Shumica njerëzve shkatërohen nga një diagnozë e tillë. Por Teodori jo. Ai e pranoi vdekjen si një fakt dhe vendosi të jetonte muajt e tij të fundit ashtu siç kishte jetuar gjithmonë, duke luftuar, duke shkruar, duke folur. Por a ishte kjo guxim apo thjesht mohim? A ishte Teodori vërtet aq i fortë, apo thjesht po përpiqej të fshite frikën e tij të brendshme? Në muajt që pasuan diagnozën, Teodor Keko hyri në një fazë të re të jetës së tij, një fazë që miqtë e tij e quanin lufta e fundit. Ai nuk e bëri publike sëmundjen e tij menjëherë. Ai vazhdoi të shkonte në kuvend, të merrte pjesë në debate, të shkruante artikuj.
por ata që e njinin mirë filluan të vinin re ndryshime. Ai kishte humbur peshë, fytyra e tij ishte zbehur, zëri I tij ishte bërë më I dobët. Në seanca parlamentare, ai shpesh ndalonte për të marrë frymë, për të kollituar, për të pirë ujë. Disa kolegë e pyesnin nëse ishte mirë, dhe ai përgjigjej gjithmonë me të njëjtën frazë: "Jam mirë, mos u shqetësoni për mua." Por ai nuk ishte mirë. Ai po vdiste dhe ai e dinte. Megjithatë, ai nuk ndaloi. Ai vazhdoi të luftonte, të fliste, të shkruante. Pse? Çfarë e shtyu këtë njeri të vazhdonte kur trupi I tij po e tradhtonte? Ndoshta sepse ai e dinte se nëse do të ndalonte, nëse do të tërhiqej, nëse do të heshte, atëherë ata që donin ta heshnin do të kishin fituar. Dhe Theodor Keko nuk ishte njeri që pranonte humbjen lehtësisht. Një nga momentet më të fuqishme të kësaj periudhe ndodhi në maj të 28, kur Theodori mori fjalën në kuvend për të denoncuar një skandal të ri korrupsioni. Ai kishte marrë informacione se një kompani private e lidhur me një ministër të lartë kishte fituar një tender publik për ndërtimin e një autostrade, edhe pse oferta e saj ishte më e shtrenjta dhe më pak e detajuar se ofertat e tjera. Theodori kërkoi shpjegime. Ai pyeti, si është e mundur që një kompani që nuk ka asnjë eksperiencë në ndërtimin e autostradave, që nuk ka asnjë makineri të nevojshme, që nuk ka asnjë inxhinier të kualifikuar, të fitojë një tender kaq të madh? Kush mori vendimin? Kush firmosi kontratën? Dhe sa para u paguan nën tavolinë për këtë marrëveshje? Salla u bë e heshtur. Ministri në fjalë nuk ishte prezent atë ditë, por zëvendësi I tij u ngrit dhe akuzoi Kekun për shpifje, për mungesa provash, për sulm politik. Theodori nuk u trem. Ai nxori nga çanta e tij një dosje dhe tha, "Këtu janë provat. Këtu janë dokumentet. Këtu janë firmat. Nëse ju nuk keni guxim t'i shikoni, unë do t'i bëj publike." Dhe ai I bëri publike. Ai I dha dokumentet gazetarëve që ishin prezent në sallë dhe brenda disa orëve, skandali ishte në të gjitha gazetat, në të gjitha televizionet. Reagimi ishte I menjëhershëm. Ministri në fjalë dha dorëheqjen, edhe pse ai mohoi çdo akuzë. Kompania humbi tenderin. Dhe Theodor Keko u bë përsëri heroi I opinionit publik. Por çfarë çmimi pagoi ai për këtë fitore? Atë mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, ai ra në shtrat dhe nuk u ngrit për 2 ditë. Trupi I tij nuk duronte më. Dhimbjet ishin bërë të padurueshme. Doktoresha Hoxha erdhi ta vizitonte dhe I tha se duhej të shkonte në spital, të merrte trajtim, të pushonte. Por Theodori refuzoi. Ai tha, "Nuk kam kohë për spital. Kam punë për të bërë." Dhe ai vazhdoi. Por sa kohë mund të vazhdonte kështu? Sa kohë mund të luftonte një trup I sëmur kundër vdekjes? Miqtë e Theodorit ishin të shqetësuar. Ata e shihnin se si ai po konsumohet, se si ai po zhduket para syve të tyre. Ata u përpoqën ta bindin të ngadalsonte, të kujdesej për veten, të kalonte më shumë kohë me familjen. Por Theodori nuk dëgjonte. Ai kishte një mision dhe ai donte ta përfundonte atë mision para se të ishte shumë vonë. Cili ishte ai mision? Çfarë donte të arrinte Theodori në muajt e tij të fundit? Ndoshta ai donte të linte një trashëgimi, një gjurmë që nuk do të fshihej lehtësisht. Ndoshta ai donte të frymëzonte një brez të ri të gazetarëve dhe politikanëve që të ndiqnin shembullin e tij. Ndoshta ai thjesht donte të provonte se e vërteta ende ka vlerë, edhe në një botë ku gënjeshtra shpesh fiton. Por a e arriti ai këtë? A la vërtet Theodor Keko një trashëgimi që vazhdon të jetojë sot? Apo historia e tij është thjesht një shënim I vogël në librat e historisë, një emër që përmenden rrallë, një zë që u harrua shpejt? Në korrik të 28, shëndeti I Theodor Kekos u përkeqësua aq shumë sa ai nuk mund të shkonte më në kuvend. Ai u shtrua në spital, në një dhomë të vogël në katin e 3 të spitalit ushtarak. Dhoma ishte e thjeshtë, me një krevat, një karrige, një dritare që shikonte nga rruga. Theodori kalonte ditët duke shikuar nga ajo dritare, duke parë njerëzit që kalonin poshtë, duke dëgjuar zhurmën e qytetit. Ai nuk mund të shkruante më me dorë, sepse dora I dridhej shumë. Por ai ende diktonte. Gruaja e tij, flutura, vinte çdo ditë dhe ulej pranë krevatit të tij me një blok shënimesh dhe një stilo laps. Theodori I thoshte fjalët dhe ajo I shkruante. Kështu u shkruan artikujt e tij të fundit, artikuj që ishin plot me një urgjencë, me një pasion, me një dëshpërim që prekej thellë në zemër.
Një nga këto artikuj ishte një letër e hapur drejtuar gazetarëve të rinj të Shqipërisë. Në atë letër, Teodori shkruante: "Ju keni një mundësi që brezi im nuk e pati. Ju mund të shkruani pa frikë, të hetoni pa censur, të denonconi pa pasoja. Por kjo liri nuk është e përjetshme. Ajo mund të humbet nëse ju nuk e mbrojeni. Dhe mënyra e vetme për ta mbrojtur është ta përdorni. Shkruani të vërtetën, edhe kur është e vështirë. Hetoni korrupsionin, edhe kur është e rrezikshme. Denonconi padrejtësinë, edhe kur të gjithë të tjerët heshtin. Sepse nëse ju nuk e bëni këtë, kush do ta bëjë? Nëse ju zgjidhni rrugën e lehtë, rrugën e kompromisit, rrugën e heshtjes, atëherë gjithçka për të cilën ne luftuam do të ketë qenë e kollë." Kjo letër u botua në gazetën më të madhe të vendit dhe ajo shkaktoi një reagim të madh. Shumë gazetarë të rinj u prekën thellë nga fjalët e Teodorit. Disa prej tyre shkruan përgjigje duke premtuar se do të ndiqnin shembullin e tij. Por sa prej tyre e mbajtën këtë premtim? Sa prej tyre vazhduan të luftojnë për të vërtetën kur u përballën me vështirësi, me presione, me kërcënime? Kjo është një pyetje që vetëm historia mund ta përgjigjet. Në gusht të 28, Teodor Keko hyri në koma për herë të parë. Mjekët thanë se ishte çështje ditësh. Familja u mblodh rreth krevatit të tij. Fëmijët e tij, një djalë dhe një vajzë, qanin në heshtje. Gruaja e tij mbante dorën e tij dhe i përshpëriste fjalë ngushëllimi. Por Teodori nuk mund t'i dëgjonte më. Ai ishte në një botë tjetër, një botë ku dhimbja nuk ekzistonte më, ku lufta kishte mbaruar, ku ai mund të pushonte së fundi. Por edhe në atë gjendje, trupi i tij luftonte. Zemra e tij rrahte, mushkëritë e tij merrnin frym, trupi i tij nuk dorëzoi. Ishte sikur edhe në prag të vdekjes, Teodor Keko nuk pranonte të humbte. Mjekët ishin të habitur. Ata kishin parë shumë pacient me kancer në stad terminal, por asnjë që të luftonte kaq shumë për të jetuar. Një prej mjekëve, doktor Arben Shehu, na rrëfeu se ai kishte qenë prezent në dhomën e Teodorit në natën e fundit. Ai thotë se Teodori hapi sytë për një moment, shikoi rreth e qark dhe pyeti: "A e botuat artikullin?" Doktori nuk e kuptoi se për çfarë po fliste. Por gruaja e Teodorit e kuptoi. Ajo ju përgjigj: "Po, Teodor, e botuam." E lexuan të gjithë. Teodori buzëqeshi, mbylli sytë dhe nuk i hapi më kurrë. Ai vdiq në orën e 3 të mëngjesit në dhjetor të vitit 2002. Ai kishte vetëm 48 vjeç. Lajmi i vdekjes së Teodor Kekos u përhap shpejt në të gjithë Shqipërinë. Brenda disa orëve, mijëra njerëz filluan të mblidheshin para spitalit, duke mbajtur qirinj, duke mbajtur fotografi të Teodorit, duke kënduar këngë. Ishte një shfaqje spontane e zisë dhe dashurisë që tronditi të gjithë. Qeveria shpalli një ditëzie kombëtare. Kuvendi mbajti një seancë të veçantë kushtuar kujtimit të Teodorit. Shumë deputet folën për guximin e tij, për integritetin e tij, për kontributin e tij. Por kishte edhe ata që heshtnin, që nuk erdhën në seancë, që ndoshta mendonin se tani që Teodori kishte vdekur, ata mund të ktheheshin në normalitetin e vjetër, në lojrat e vjetra, në kompromiset e vjetra. Por ata nuk e dinin se Teodor Keko kishte lënë diçka pas, një trashëgimi që nuk mund të fshihej lehtësisht, një zë që nuk mund të heshte plotësisht, një shembull që nuk mund të harrohej shpejt. Funerali i Teodor Kekos u mbajt në Pallatin e Kongreseve, një ndër sallat më të mëdha të Tiranës. Mijëra njerëz erdhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Kishte njerëz nga të gjitha shtresat e shoqërisë, punëtor, mësues, student, gazetar, politikan, artist. Kishte njerëz që e njihnin Teodorin personalisht dhe kishte njerëz që e njihnin vetëm nga artikujt e tij, nga fjalët e tij, nga lufta e tij. Të gjithë ata kishin ardhur për të njëjtën arsye, për të nderuar një njeri që kishte jetuar dhe kishte vdekur për të vërtetën. Në funeral folën shumë njerëz. Folën miqtë e tij, kolegët e tij, familja e tij. Të gjithë ata treguan histori për Teodorin, për guximin e tij, për humorin e tij, për dashurinë e tij për jetën. Por fjalimi më i fuqishëm erdhi nga një gazetar i ri, Erion Veliaj, që kishte filluar karrierën e tij duke lexuar artikujt e Teodorit. Ai tha: "Teodor Keko na mësoi se e vërteta nuk është një luksos që mund ta përballojmë vetëm kur është e rehatshme. E vërteta është një nevojë, një detyrë, një përgjegjësi që secili prej nesh e ka." Ai na mësoi se heshtja nuk është neutralitet, por bashkëpunim me padrejtësinë. Ai na mësoi se guximi nuk është mungesa e frikës, por vendimi për të vepruar pavarësisht frikës.
Dhe ai na mësoi se një jetë e shkurtër e jetuar me integritet vlen më shumë se një jetë e gjatë e jetuar me kompromis. Këto fjalë u pritën me duartrokitje të gjata, me lot, me një ndjenjë kolektive se diçka e rëndësishme kishte humbur, por se diçka e rëndësishme kishte mbetur gjithashtu. Por çfarë mbeti vërtet pas Theodor Kekos? Çfarë ndryshoi ai me jetën dhe vdekjen e tij? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Në një nivel, mund të thuhet se Theodori nuk ndryshoi shumë. Korrupsioni vazhdoi, padrejtësia vazhdoi, gënjeshtra vazhdoi. Shumë prej atyre që ai denoncoi vazhduan të jenë në pushtet, të pasurohen, të jetojnë pa pasoja. Sistemi që ai luftoi nuk u shkatërrua, madje as nuk u dobësua shumë. Në këtë kuptim, lufta e Theodorit mund të duket si një dështim. Por në një nivel tjetër, më të thellë, Theodori ndryshoi shumë. Ai frymëzoi një brez të tërë gazetarësh, aktivistësh, qytetarësh që besuan se e vërteta ende ka vlerë. Ai tregoi se është e mundur të jetosh me integritet, edhe në një botë ku integriteti shpesh duket si një dobësi. Ai la një shembull që vazhdon të jetojë, që vazhdon të frymëzojë, që vazhdon të sfidojë. Dhe ndoshta kjo është trashëgimia më e madhe që një njeri mund të lërë, jo ndryshimi i menjëhershëm i sistemit, por ndryshimi i ngadaltë i njerëzve, i mentalitetit, i kulturës. Pas vdekjes së Theodor Kekos, disa prej miqve të tij vendosën të krijonin një fondacion në emrin e tij, një fondacion që do të mbështeste gazetarët e rinj që po ndiqnin gjurmët e tij. Fondacioni Theodor Keko u krijua në vitin 2003 dhe që atëherë ai ka dhënë bursa për qindra gazetarë të rinj, ka organizuar trajnime për gazetari investigative, ka mbështetur projekte që kanë denoncuar korrupsion dhe padrejtësi. Shumë prej gazetarëve që kanë përfituar nga ky fondacion thonë se ata nuk do të kishin pasur guximin ose mjetet për të bërë punën që bëjnë sot. Në këtë kuptim, Theodor Keko vazhdon të jetojë, jo vetëm në kujtimet e atyre që e njohin, por në punën e atyre që po vazhdojnë luftën e tij. Por a është kjo e mjaftueshme? A mund një fondacion, disa bursa, disa trajnime të zëvendësojnë një zë si ai Theodor Kekos? Ndoshta jo. Por ndoshta kjo është gjithçka që mund të bëjmë, të mbajmë gjallë kujtimin, të mbajmë gjallë shembullin, të mbajmë gjallë shpresën se e vërteta ende ka vlerë. Një nga misteret më të mëdha që mbetet pas vdekjes së Theodor Kekos është çështja e dokumenteve të zhdukura. Siç përmendëm më parë, Theodori kishte marrë dokumente shumë të rrezikshme që provonin lidhjet mes qeverisë dhe krimit të organizuar. Ai nuk i kishte botuar ato dokumente për shkak të kërcënimeve ndaj familjes së tij. Ai ja kishte besuar ato një miku të besuar, me udhëzimin që të publikoheshin pas vdekjes së tij. Por ato dokumente u zhdukën. Miku në fjalë, Petrit Vasili, tha se ato ju vodhen nga shtëpia e tij pak ditë pas vdekjes së Theodorit. Por shumë njerëz dyshojnë në këtë version. Ata mendojnë se Petriti zgjoll të mos i publikonte për të mbrojtur veten, dhe se historia e vjedhjes ishte thjesht një justifikim. Petriti mohon këtë. Ai thot se ai vërtet donte t'i publikonte ato dokumente, por se ato u vodhen para se ai të kishte mundësi. Ai thot se ai raportoi vjedhjen në polici, por se policia nuk bëri asnjë hetim serioz. Ai thot se ai dyshon se vjedhja u organizua nga njerëz të lidhur me ata që dokumentet i komprometonin. Por a është kjo e vërtetë? Apo është thjesht një teori konspirative? Kush e di? Fakti mbetet se ato dokumente janë zhdukur dhe me to, një pjesë e historisë së Shqipërisë së viteve 90 mbetet e errët, e panjohur, e fshehur. A do të gjenden ndonjëherë ato dokumente? A do të zbulohet ndonjëherë e vërteta që ato përmbajnë? Apo ato janë humbur përgjithmonë, të djegura, të shkatëruara, të fshira nga historia? Imagjinoni që jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Theodor Kekon, çdo takim sekret, çdo dokument të fshehur, çdo kërcënim që ai mori dhe që nuk ja tregoi kurrë askujt. Tani imagjinoni që duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë ndaj një njeriu që sapo ka vdekur, apo të shpëtoni veten tuaj nga pasojat që mund të vinë nëse flisni. Në dhjetor të vitit 2002, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi mënyrën se si ne e kujtojmë Theodor Kekon. Disa prej tyre zgjodhen heshtjen, duke marrë me vete sekrete që nuk do të zbulohen kurrë. Por të tjerët, pas më shumë se 20 vjetësh, filluan të flasin. Çfarë i detyroi të thyenin heshtjen? Çfarë të vërtetash mbajtën të fshehura aq gjatë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë na tregojnë këto rrëfime për njeriun që mendonim se e njihnim?
Një nga këta 12 njerëz ishte Luan Rama, ish oficer i shërbimit informativ shtetëror, që kishte qenë përgjegjës për monitorimin e figurave publike që konsideroheshin të rrezikshme për stabilitetin politik. Për herë të parë, Luan Rama pranoi të flasë para kamerave, dhe ajo që ai na rrëfeu e ndryshon tërësisht atë që mendonim se dinim për vitet e fundit të Teodor Kekos. Rama na tregon se që nga viti 27, Teodori ishte nën survejim të vazhdueshëm. Telefoni i tij ishte përgjuar, shtëpia e tij ishte nën vëzhgim, lëvizjet e tij ndiqeshin çdo ditë. Por kjo nuk ishte thjesht një operacion rutine. Rama thot se ekzistonte një dosje speciale me kodin objekti zjarr, një dosje që përmbante raporte të detajuara për çdo takim që Teodori kishte, çdo person që ai takonte, çdo dokument që ai merrte. Kjo dosje ishte aq e ndjeshme sa vetëm 5 persona në të gjithë shërbimin kishin akses në të. Pse një gazetar dhe deputet kishte nevojë për një nivel aq të lartë survejimi? Çfarë dinin ata që ne nuk e dinim? Rama thot se arsyeja ishte e thjeshtë. Teodor Keko kishte akses në informacione që mund të shkaktonin rënien e qeverisë. Ai kishte burime brenda sistemit, njerëz që i jepnin dokumentet e klasifikuara, që i tregonin sekrete që nuk duhej të dilnin kurrë në dritë. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte guximin për t'i përdorur ato informacione. Kjo e bënte atë jo thjesht një zë kritik, por një kërcënim real për ata që ishin në pushtet. Por survejimi nuk ishte i vetmi mjet që përdorej kundër Teodorit. Rama na rrëfeu për diçka shumë më të errët, për një plan që u diskutua në nivelet më të larta të shërbimit në vjeshtën e 27, një plan për të neutralizuar Teodor Kekon. Rama thot se ai ishte prezent në një takim ku u diskutua ky plan. Në atë takim ishin të pranishëm 3 zyrtarë të lartë të shërbimit dhe 2 persona që Rama nuk i njihte, por që ai dyshon se ishin të lidhur me strukturat e krimit të organizuar. Diskutimi ishte i ftohtë, teknik, pa emocione. U diskutuan disa opsione: arrestimi me akuza të fabrikuara, komprometimi përmes skandaleve të rreme, madje edhe eliminimi fizik. Rama thot se ai u trondit nga kjo diskutim. Ai nuk kishte imagjinuar kurrë se sistemi mund të shkonte aq larg. Por ajo që e tronditi më shumë ishte fakti se në fund të takimit, njëri prej zyrtarëve tha: "Nuk ka nevojë të nxitojmë. Ai është i sëmurë. Natyra do të bëj punën për ne." Çfarë nënkuptonte kjo? A dinin ata për kancerin e Teodorit para se ai vetë ta dinte? A kishin ata akses në kartelën e tij mjekësore? Apo ishte kjo thjesht një vëzhgim i rastësishëm i gjendjes së tij fizike? Rama nuk e di. Por ai thot se pas atij takimi, survejimi mbi Teodorin u intensifikua edhe më shumë, sikur ata po prisnin që ai të bënte një gabim, të zbulonte diçka që do t'i jepte atyre justifikimin për të vepruar. Por Teodor Keko nuk bëri asnjë gabim. Ai vazhdoi të shkruante, të fliste, të denonconte, por gjithmonë me kujdes, gjithmonë me prova, gjithmonë brenda kufive të ligjit. Ai e dinte se ishte nën survejim. Miqtë e tij i kishin thënë, burimet e tij e kishin paralajmëruar. Por ai nuk u frikësua. Ai thjesht u bë më i kujdesshëm. Ai filloi të takojë me burimet e tij në vende publike, në kafene të mbushura me njerëz, ku ishte e vështirë të përgjohej. Ai filloi të përdorte telefona të ndryshëm, të ndryshonte numrat shpesh. Ai filloi të shkruante shënimet e tij me dorë, në fletore që i mbante të fshehura. Ishte sikur ai po luante një lojë shahu me një kundërshtar të padukshëm, një lojë ku çdo lëvizje mund të ishte vendimtare. Por sa kohë mund të vazhdonte kjo lojë? Sa kohë mund të jetonte një njeri në presion të tillë, duke ditur se çdo fjalë që thot, çdo artikull që shkruan, çdo takim që bën, po monitorohet, po analizohet, po përdoret kundër tij? Luan Rama na tregon për një incident që ndodhi në tetor të 28, vetëm disa javë para se Teodori të shtrohej në spital për herë të fundit. Teodori kishte marrë një zarf të mbyllur nga një burim i panjohur, një zarf që përmbante fotografi dhe dokumente që provonin se një ministër i lartë kishte marrë ryshfet nga një kompani e huaj në shkëmbim të një kontrate për shfrytëzimin e burimeve minerare. Teodori donte t'i publikonte këto dokumente, por ai e dinte se kjo do të shkaktonte një reagim të ashpër. Ai vendosi të takojë me një gazetar tjetër, një mik të besuar, për të diskutuar se si të vepronte. Takimi u organizua në një kafene në qendër të Tiranës në orën e 5 pasdite, kur kafeneja ishte e mbushur me njerëz. Por ajo që Teodori nuk e dinte ishte se takimi po monitorohej.
Rama thot se ai vet ishte në një makinë të parkuar përballë kafenës, duke dëgjuar bisedën përmes një mikrofoni që ishte vendosur në tavolinën ku Teodori dhe miku i tij po uleshin. Rama thot se ai dëgjoi gjithçka, planet e Teodorit për të publikuar dokumentet, shqetësimet e tij për sigurinë e familjes, vendimin e tij për të vazhduar pavarësisht rreziqeve. Rama thot se ai u ndjen i keq duke dëgjuar atë bisedë. Ai e admironte guximin e Teodorit, por ai e dinte se ky guxim do t'i kushtonte shtrenjtë. Dhe ai kishte të drejtë. Brenda disa orëve pas atij takimi, Rama mori një urdhër nga eprorët e tij. Dokumentet duhej të merreshin para se Teodori të kishte mundësi t'i publikonte. Si? Rama nuk e di. Ai thot se ai nuk ishte i përfshirë në atë operacion. Por ai dyshon se shtëpia e Teodorit u hyr atë natë dhe se dokumentet u morën nga sirtari ku ai i mbante. Kur Teodori u zgjua në mëngjes, ai zbuloi se dokumentet mungonin. Ai raportoi vjedhjen në polici, por policia nuk bëri asnjë hetim serioz. Dhe dokumentet nuk u gjetën kurrë. Por historia nuk mbaron këtu. Rama na rrëfeu për diçka edhe më shqetësuese, për një takim që ndodhi në nëntor të 28, vetëm disa javë para vdekjes së Teodorit. Një person i panjohur erdhi në zyrën e Ramës dhe i dha një zarf. Brenda zarfit kishte një raport mjekësor, një raport që detajonte gjendjen shëndetësore të Teodor Kekos. Raporti tregonte se Teodori kishte kancer në stad terminal, se ai kishte vetëm disa muaj jetë, se ai po merrte trajtim por pa sukses. Rama pyeti se nga kishte ardhur ky raport. Personi i panjohur nuk ju përgjigj. Ai thjesht tha, kjo është për informacionin tuaj. Objekti zjarr nuk është më kërcënim. Natyra po bën punën e saj. Dhe pastaj ai doli nga zyra. Rama thot se ai u ndjen i shqetësuar nga ky takim. Si kishte mundësi që dikush të kishte akses në kartelën mjekësore të Teodorit? Kush e kishte dhënë atë informacion? Dhe pse ishte aq e rëndësishme që shërbimi ta dinte për gjendjen shëndetësore të Teodorit? Rama nuk e di. Por ai dyshon se ekzistonte një rrjet i gjerë njerëzish që po monitoronin Teodorin, jo vetëm brenda shërbimit informativ, por edhe brenda sistemit shëndetësor, brenda policisë, brenda gjyqësorit. Ishte sikur i gjithë sistemi ishte mobilizuar për të mbajtur nën kontroll një njeri të vetëm. Por pse? Çfarë e bënte Teodor Kekon aq të rrezikshëm sa të justifikonte një nivel aq të lartë survejimi dhe kontrolli? Përgjigja ndoshta qëndron në diçka që Rama na tregoi në fund të intervistës së tij. Ai na rrëfeu se në dosjen Objekti zjarr kishte një seksion të veçantë me titullin Kontakte të jashtme. Ky seksion përmbante informacione për takimet që Teodori kishte pasur me gazetar të huaj, me diplomat, me përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Rama thot se ekzistonte një frikë e madhe se Teodori mund t'i jepte informacione të ndjeshme këtyre personave, se ai mund të ekspozonte korrupsionin dhe abuzimin me pushtetin jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Kjo do të kishte pasoja të mëdha për imazhin e vendit, për marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar, për flukset e investimeve të huaja. Prandaj, Teodori duhej të mbahej nën kontroll. Ai duhej të monitorohej, të intimidohej, të neutralizohej nëse ishte e nevojshme. Por a ishte kjo e vërtet? A kishte vërtet Teodori plane për të ekspozuar korrupsionin në nivel ndërkombëtar? Apo ishte kjo thjesht një paranojë e sistemit, një frikë e tepruar për një njeri që thjesht donte të thoshte të vërtetën? Për të kuptuar më mirë këtë pyetje, ne duhet të shikojmë në një aspekt tjetër të jetës së Teodor Kekos që ka mbetur i panjohur për shumë vite, gjendjen e tij fizike dhe psikologjike në muajt e fundit të jetës së tij. Doktoresha Elvira Hoxha, mjekja që e trajtoi Teodorin, na dha akses në shënimet e saj private, shënime që ajo nuk i kishte ndarë kurrë me askën. Këto shënime zbulojnë një pamje shumë më komplekse të Teodorit se sa ajo që ne e njihnim nga artikujt e tij dhe nga fjalët e tij publike. Doktoresha Hoxha shkruan se Teodori vuante jo vetëm nga kanceri, por edhe nga një depresion i thellë, nga pagjumësi kronike, nga ankth i vazhdueshëm. Ai merrte ilaçe të forta për dhimbje, ilaçe që kishin efekte anësore të rënda, konfuzion, halucinacione, ndryshime të humorit. Doktoresha Hoxha shkruan se në disa raste, Teodori i kishte thënë asaj se ai nuk ishte i sigurt nëse dhimbjet që ai ndjente ishin reale apo thjesht produkti i ilaçeve. Ai i kishte thënë se ndonjëherë ai nuk mund të dallonte më realitetin nga imagjinata, të vërtetën nga gënjeshtra, të tashmen nga e kaluara. Kjo gjendje mendore e bënte atë edhe më të brisht, edhe më të cenueshëm, edhe më të vetmuar.
Por edhe në këtë gjendje, Teodori nuk ndaloi së luftuari. Doktoresha Hoxha na tregon për një incident që ndodhi në dhjetor të 28, vetëm disa ditë para se Teodori të vdiste. Ai e kishte thirrur atë në dhomën e spitalit dhe i kishte dhënë një zarf të mbyllur. Ai i kishte thënë, doktoresh, nëse diçka më ndodh mua, ju lutem jepja këtë zarf gruas sime. Por vetëm pas vdekjes sime. Premto mëni. Doktoresha Hoxha kishte premtuar. Dhe ajo e mbajti premtimin. Pas vdekjes së Teodorit, ajo ja dha zarfin fluturës gruas së tij. Brenda zarfit kishte një letër e shkruar me dorë, me shkrim të dridhur, me fjalë që ishin të vështira për t'u lexuar. Flutura e lexoi letrën dhe qau. Ajo nuk ja tregoi kur askujt për mbajtjen e asaj letre. Por sot, për herë të parë, ajo pranoi të na tregoj. Në atë letër, Teodori i shkruante fluturës se ai e dinte se po vdiste, se ai e dinte se nuk kishte më kohë, se ai e dinte se kishte shumë gjëra që kishte lënë të pabëra. Por ai i shkruante se nuk pendohej për asgjë. Ai i shkruante se ai kishte jetuar ashtu siç kishte dashur, se ai kishte luftuar për atë që besonte, se ai kishte thënë të vërtetën edhe kur kjo i kishte kushtuar gjithçka. Ai i shkruante se ai shpresonte që fëmijët e tyre do të rriteshin duke ditur se babai i tyre kishte qenë një njeri i ndershëm, një njeri që nuk kishte bërë kompromis me të vërtetën, një njeri që kishte jetuar me dinjitet. Dhe ai i shkruante se ai e donte atë, se ai falënderonte atë për të gjitha vitet që kishin kaluar së bashku, se ai shpresonte që ajo do të gjente forcën për të vazhduar pas tij. Kjo letër është një testament i fuqishëm i një njeriu që po përballej me vdekjen, por që nuk kishte humbur shpresën, që nuk kishte humbur besimin, që nuk kishte humbur dashurinë. Por ajo është gjithashtu një kujtesë e dhimbshme e çmimit që Teodor Keko pagoi për zgjedhjet e tij. Ai jetoi një jetë të shkurtër, një jetë të mbushur me luftë, me stres, me dhimbje. Ai la pas një grua dhe 2 fëmijë që duhej të jetonin pa të. Ai la pas një vend që ende po luftonte me problemet që ai kishte denoncuar. Ai la pas një trashëgimi që ishte e pasigurt, të paqartë, të kontestueshme. Por ai gjithashtu la pas një shembull, një zë, një shpresë që e vërteta ende ka vlerë. Një nga aspektet më pak të njohura të jetës së Teodor Kekos është lidhja e tij me arkivat sekrete të regjimit komunist. Shumë pak njerëz e dinë se Teodori kishte kaluar vite duke studiuar dosjet e sigurimit të shtetit, duke kërkuar të kuptonte se si funksiononte sistemi i vjetër i kontrollit dhe represionit. Ai besonte se pa një kuptim të thellë të së kaluarës, ishte e pamundur të ndërtojë një ardhmë e ndryshme. Ai besonte se sekretet e së kaluarës duhej të zbuloheshin, të diskutoheshin, të përballeshin. Vetëm kështu mund të shëroheshin plagët e historisë, vetëm kështu mund të ndërtojë një shoqëri e bazuar në të vërtetën dhe drejtësinë. Por kjo punë ishte e rrezikshme. Shumë prej atyre që kishin qenë pjesë e sistemit të vjetër ishin ende në pozicione të fuqishme. Ata nuk donin që e kaluara e tyre të zbulohej. Ata nuk donin që dosjet e tyre të hapeshin. Ata nuk donin që të vërteta të dilte në dritë. Teodor Keko kishte akses në disa prej këtyre dosjeve përmes burimeve të tij brenda arkivave. Ai kishte lexuar dosje që tregonin se si intelektual, artist, gazetar të njohur kishin qenë informator të sigurimit, se si ata kishin raportuar për miqtë e tyre, për kolegët e tyre, për familjet e tyre. Ai kishte lexuar dosje që tregonin se si njerëz të zakonshëm ishin arrestuar, torturuar, ekzekutuar për krime që nuk kishin bërë kurrë. Ai kishte lexuar dosje që tregonin se si sistemi kishte funksionuar, se si ai kishte kontrolluar çdo aspekt të jetës së njerëzve, se si ai kishte shkatëruar jetë, familje, ëndra. Dhe ai kishte vendosur të shkruante për këtë. Ai kishte filluar një projekt ambicios, një libër që do të dokumentonte funksionimin e sigurimit të shtetit, që do të zbulonte emrat e informatorëve, që do të tregonte të vërtetën për atë që kishte ndodhur. Por ai nuk arriti ta përfundonte këtë projekt. Vdekja erdhi shumë shpejt. Dhe dorëshkrimi i tij, me qindra faqe shënimesh, me dokumente fotokopjuar, me intervista të regjistruara, mbeti i papërfunduar. Pas vdekjes së Teodorit, gruaja e tij, Flutura, u përpoq të gjente një botues që do të ishte i gatshëm të publikonte dorëshkrimin e papërfunduar. Por asnjë botues nuk pranoi. Disa thanë se materiali ishte shumë i ndjeshëm, shumë i rrezikshëm. Të tjerë thanë se pa një përfundim, pa një strukturë të qartë, libri nuk do të kishte vlerë tregtare. Të tjerët thjesht heshtnin, duke mos dhënë asnjë shpjegim. Flutura u zhgënjye, por nuk u dorëzua.
Ajo vendosi të ruante dorëshkrimin duke shpresuar se një ditë dikush do të kishte guximin për ta publikuar. Dhe ajo kishte të drejtë. Në vitin 2020, një botues i ri i pavarur pranoi të marrë përsipër projektin. Libri u botua me titullin Dosjet e heshtjes dhe ai shkaktoi një reagim të madh. Shumë njerëz e lexuan, shumë njerëz u tronditën nga zbulimet që ai përmbante. Por kishte edhe ata që e sulmuan, që e akuzuan Teodorin për shpifje, për manipulim, për shërbim ndaj interesave të caktuara. Debati ishte i ashpër, i polarizuar, i dhimbshëm. Por ai ishte gjithashtu i nevojshëm. Sepse pa debat, pa përballje me të vërtetën, nuk mund të ketë shërim, nuk mund të ketë pajtim, nuk mund të ketë ecje përpara. Një nga zbulimet më tronditëse në dosjet e heshtjes ishte një dokument që tregonte se një figurë e njohur publike, një politikan që ishte ende në jetë dhe në pozicione të larta, kishte qenë informator i sigurimit të shtetit në vitet 80. Dokumenti përmbante raporte të detajuara që ky person kishte shkruar për kolegët e tij, për miqtë e tij, për familjen e tij. Publikimi i këtij dokumenti shkaktoi një skandal të madh. Personi në fjalë mohoi akuzat duke thënë se dokumenti ishte i falsifikuar, se ai ishte viktimë e një fushate shpifse. Por ekspertët që analizuan dokumentin thanë se ai ishte autentik, se ai mbante të gjitha shenjat e një dokumenti të vërtetë të sigurimit. Debati vazhdoi për muaj të tërë. Disa njerëz kërkuan dorëheqjen e këtij personi. Të tjerët e mbështetën duke thënë se e kaluara duhej të harrohej, se ishte koha për të ecur përpara. Por çfarë do të kishte thënë Teodor Keko për këtë debat? A do të kishte qenë ai i kënaqur që e vërteta kishte dalë në dritë? Apo do të kishte qenë i zhgënjur nga mënyra se si shoqëria reagoi, nga mungesa e një përballjeje të vërtetë me të kaluarën? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, që ne duhet t'i diskutojmë, që ne duhet t'i përballemi. Sepse historia e Teodor Kekos nuk është vetëm historia e një njeriu. Është historia e një vendi që po përpiqet të gjejë identitetin e tij, të kuptojë të kaluarën e tij, të ndërtojë të ardhmen e tij. Dhe në këtë proces, zëra si ai Teodor Kekos janë thelbësor. Ata na kujtojnë se e vërteta ka vlerë, se integriteti ka vlerë, se guximi ka vlerë. Ata na kujtojnë se heshtja nuk është neutralitet, por bashkëpunim me padrejtësinë. Ata na kujtojnë se secili prej nesh ka një përgjegjësi për të folur, për të vepruar, për të luftuar për atë që është e drejtë. Teodor Keko jetoi vetëm 48 vjet. Por në ato vjet, ai arriti të bëjë më shumë se sa shumë njerëz bëjnë në një jetë të plotë. Ai shkroi qindra artikuj që ndryshuan opinionin publik. Ai denoncoi korrupsion që shkaktoi dorëheqje dhe hetime. Ai frymëzoi një brez të tërë gazetarësh dhe aktivistësh që vazhdojnë të luftojnë për të vërtetën. Ai la pas një trashëgimi që vazhdon të jetojë, që vazhdon të frymëzojë, që vazhdon të sfidojë. Por ai gjithashtu pagoi një çmim të lartë për zgjedhjet e tij. Ai jetoi në presion të vazhdueshëm, në survejim, në kërcënime. Ai sakrifikoi shëndetin e tij, rehatin e tij, kohën e tij me familjen. Ai vdiq i ri, i lodhur, i vetmuar. A ja vlente? A ishte lufta e tij e vlefshme? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë, bazuar në vlerat tona, në besimet tona, në zgjedhjet tona. Por një gjë është e sigurt, historia e Teodor Kekos nuk ka mbaruar. Ajo vazhdon të jetojë në artikujt e tij, në librat që u shkruan për të, në fondacionin që mban emrin e tij, në gazetarët e rinj që ndjekin gjurmët e tij. Ajo vazhdon të jetojë në çdo person që guxon të flasë kur të tjerët heshtin, që guxon të denoncojë kur të tjerët pranojnë, që guxon të luftojë kur të tjerët dorëzohen. Sepse kjo është trashëgimia e vërtetë e Teodor Kekos, jo një sistem i ndryshuar, jo një vend i transformuar, por një shembull i gjallë se është e mundur të jetosh me integritet, të luftosh për të vërtetën, të mos bësh kompromis me vlerat. Dhe në një botë ku kompromiset janë bërë norma, ku heshtja është bërë strategji, ku gënjeshtra shpesh fiton, ky shembull është më i vlefshëm se kurrë. A do të vazhdoj dikush luftën që Teodor Keko filloi? A do të guxoj dikush të marrë përsipër barrën që ai la? A do të jetoj zëri i tij në brezat e ardhshëm? Këto janë pyetje që vetëm koha mund t'i përgjigjet. Por një gjë është e sigurt, sa kohë që ka njerëz që kujtojnë Teodor Kekon, që lexojnë artikujt e tij, që frymëzohen nga shembulli i tij, lufta për të vërtetën nuk ka mbaruar. Ajo vetëm ka ndryshuar formë, ka ndryshuar aktor, ka ndryshuar skenë. Por thelbi mbetet i njëjtë, ka ata që flasin dhe ka ata që heshtin.
Dhe historia, në fund, gjykon të dy. Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Theodor Kekos pranoi të flasë para kamerave. Çfarë na tregon ai për javët e fundit të jetës së Theodorit do të ndryshojë gjithçka që mendonim se dinim. Arben Shehu, ish oficer policie që u caktua të mbrojë Theodorin pas kërcënimeve të paraserioze në vitin 27, ruan ende një ditar të vogël ku shënonte çdo incident, çdo person të dyshimt, çdo detaj që i dukej i çuditshëm. Ai na tregon se që nga muaji i 8 i vitit 28, kur diagnoza e kancerit u bë e ditur për një rreth të ngushtë njerëzish, kërcënimet ndaj Theodorit nuk u zvogëluan, por u intensifikuan. Pse? Çfarë frike kishin ata që donin ta heshnin Theodorin, edhe kur ai ishte tashmë i dënuar nga sëmundja? Çfarë sekretesh mbante ende ky njeri që edhe në prag të vdekjes konsiderohej i rrezikshëm? Shehu na tregon për telefonata anonime që vinin në orët e vona të natës, për makina të panjohura që ndiqnin Theodorin kur ai shkonte në spital, për njerëz që pyesnin për të në lagje, në kafene, në zyrat e gazetave. Ishte sikur dikush po priste që Theodori të bënte një lëvizje të gabuar, të zbulonte diçka që nuk duhej të zbulohej, të linte pas një gjurmë që do të çonte diku ku nuk duhej të çonte. Por Theodori ishte i kujdesshëm. Ai e dinte se koha e tij po mbaronte dhe ai donte ta përdorte atë kohë me mençuri, pa rrezikuar familjen, pa rrezikuar ata që e kishin ndihmuar. Por ai doli. A arriti ai të mbrojë sekretet që donte t'i mbrojë? Apo diku gjeti mënyrën për t'i marrë ato sekrete para se ai të vdiste? Shehu na rrëfeu për një natë të veçantë, natën e 28 të nëntorit të vitit 28, vetëm 2 javë para se Theodori të shtrohej në spital për herë të fundit. Atë natë, Theodori e kishte thirrur Shehun në shtëpinë e tij dhe i kishte thënë se kishte diçka shumë të rëndësishme për t'i treguar. Kur Shehu arriti, ai e gjeti Theodorin të ulur në tavolinë me një zarf të madh përpara tij. Theodori i tha: "Arben, unë po vdes. Të dy e dim këtë. Por para se të vdes, dua të sigurohem që disa gjëra të mbeten të sigurta." Ai hapi zarfin dhe nxori një sër dokumentesh, fotografi, shënimesh të shkruara me dorë. Ai i tha Shehut se këto ishin provat e fundit që ai kishte mbledhur, prova që lidheshin me një rrjet korrupsioni që shkonte deri në nivelet më të larta të qeverisë dhe që kishte lidhje me krimin e organizuar. Ai i tha se ai nuk kishte guxuar t'i publikonte këto prova sepse kishte marrë kërcënime të qarta ndaj familjes së tij. Por ai nuk donte që këto prova të humbshin. Ai donte që dikush t'i ruante, që dikush t'i publikonte në kohën e duhur, kur do të ishte e sigurt. Ai i besoi ato Shehut, duke i thënë: "Ti je i vetmi person që unë besoj plotësisht. Ruaj këto. Dhe kur të vijë koha e duhur, bëj publike." Shehu pranoi. Ai mori zarfin dhe e fshiu në një vend të sigurt. Por çfarë ndodhi me atë zarf? Ku është ai sot? Shehu na tregon se ai e ruajti zarfin për 20 vjet, duke pritur momentin e duhur për ta bërë publik. Por ai moment nuk erdhi kurrë. Sepse sa herë që ai mendonte se ishte koha, diçka ndodhte që e bënte atë të ndryshonte mendje, një kërcënim i ri, një incident i dyshimt, një paralajmërim nga dikush që e dinte se çfarë ai mbante. Dhe kështu vitet kaluan dhe zarfi mbeti i fshehur. Por tani, pas 35 vjetësh, Shehu vendosi se ishte koha për të folur. Ai na tregoi se çfarë përmbante ai zarf, dhe ajo që ai na tregoi është tronditse. Brenda zarfit kishte dokumente që provonin se një kompani private e lidhur me një ministër të lartë kishte marrë kontrata publike në vlerë miliona dollarësh në shkëmbim të rishfeteve të paguara në llogari bankare jashtë vendit. Kishte fotografi që tregonin takime sekrete mes zyrtarëve të lartë dhe figurave të krimit të organizuar. Kishte shënime të shkruara me dorë nga Theodori, ku ai detajonte se si kishte zbuluar këtë rrjet, se cilat burime ja kishin dhënë informacionet, se çfarë rreziqesh kishte përballuar për t'i mbledhur këto prova. Por më e rëndësishmja, kishte një listë me emra, një listë me 15 njerëz që Theodori besonte se ishin pjesë e këtij rrjeti korrupsioni. Disa prej këtyre emrave ishin të njohur, figura publike që ende sot janë në pozicione të fuqishme. Të tjerët ishin më pak të njohur, por po aq të rëndësishëm për funksionimin e rrjetit. Shehu na tregon se kur ai lexoi këtë listë për herë të parë, ai u trondis. Ai e kuptoi pse Theodori kishte qenë aq i kujdesshëm, pse ai kishte marrë kërcënime aq serioze, pse ai kishte zgjedhur të mos i publikonte këto prova gjatë jetës së tij.
Sepse publikimi i kësaj liste do të kishte shkaktuar një tërmet politik, do të kishte çuar në arrestime, në hetime, në rënien e qeverisë. Por ai gjithashtu do të kishte vënë në rrezik jetën e Teodorit dhe të familjes së tij. Prandaj Teodori zgjodhi të presë, të ruaj sekretin, të shpresojë se dikush tjetër, në një kohë tjetër, do të kishte guximin për ta bërë atë që ai nuk kishte mundur. Por a ishte kjo zgjedhje e drejtë? A duhej Teodori të kishte publikuar ato prova pavarësisht rreziqeve? Apo ai veproi me mençuri duke I ruajtur ato për një kohë më të sigurt? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që na detyrojnë të mendojmë për natyrën e guximit, për çmimin e të vërtetës, për zgjedhjet që secili prej nesh duhet të bëjë kur përballemi me dilema morale. Teodor Keko ishte një njeri I guximshëm, por ai ishte gjithashtu një njeri I matur, që e kuptonte se guximi pa mençuri mund të çojë në katastrofë. Ai donte të ndryshonte sistemin, por ai nuk donte të sakrifikonte familjen e tij për këtë qëllim. Dhe kjo zgjedhje, kjo tensioni mes idealizmit dhe realizmit, mes guximit dhe kujdesit, është ajo që e bën historinë e tij aq njerëzore, aq të afërt, aq të prekshme. Shehu na tregon se pas vdekjes së Teodorit, ai u përpoq disa herë të kontaktonte gazetar të besuar për t'u dhënë ato dokumente. Por çdo herë diçka shkonte keq. Një gazetar refuzoi, duke thënë se ishte shumë e rrezikshme. Një tjetër pranoi, por pak ditë më vonë u sulmua në rrugë dhe dokumentet që shehu I kishte dhënë u vodhën. Një I treti zhduku pa lënë gjurmë dhe askush nuk e pa më kurrë. Ishte sikur dikush po monitoronte çdo lëvizje të shehut, po dinte çdo plan që ai bënte, po ndërhynte para se ai të kishte mundësi të vepronte. Kjo e bëri shehun të frikësoi. Ai filloi të mendonte se ndoshta ishte më mirë të harronte gjithçka, të shkatëronte dokumentet, të jetonte në paqe. Por ai nuk mund ta bënte këtë. Ai kishte premtuar Teodorit se do t'i ruante ato dokumente, se do t'i bënte publike kur të vinte koha. Dhe ai nuk donte të thente atë premtim. Prandaj ai vazhdoi të presë, të shpresojë, të kërkojë mënyrën e duhur për të vepruar. Dhe tani, pas 35 vjetësh, ai beson se ka gjetur atë mënyrë. Ai na ka dhënë ato dokumente dhe ne kemi vendosur t'i bëjmë publike, pavarësisht rreziqeve, pavarësisht pasojave. Sepse ne besojmë se e vërteta ka vlerë, se sekretet e së kaluarës duhet të zbulohen, se historia duhet të shkruhet me ndershmëri, jo me heshtje. Por kush ishin njerëzit në atë listë? Çfarë rolesh luajtën ata në rrjetin e korrupsionit që Teodori kishte zbuluar? Dhe më e rëndësishmja, ku janë ata sot? Disa prej tyre kanë vdekur, të tjerë janë tërhequr nga jeta publike, por disa janë ende në pozicione të fuqishme, duke vazhduar të ndikojnë në politikën, në ekonominë, në shoqërinë. A duhet t'i zbulojmë emrat e tyre? A duhet t'i përballemi me të kaluarën e tyre? Apo duhet të lëmë që historia t'i gjykojë ata, pa ndërhyrjen tonë? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë, bazuar në vlerat tona, në besimet tona, në kuptimin ton të drejtësisë. Por një gjë është e sigurt, heshtja nuk është zgjidhje. Heshtja është bashkëpunim me padrejtësinë. Dhe nëse ne zgjedhim të heshtim, atëherë gjithçka për të cilën Teodor Keko luftoi do të ketë qenë e kollë. Një nga emrat në atë listë ishte një figurë që Teodori e kishte konsideruar dikur mik. Ky person kishte qenë koleg I tij në kuvend, kishte qenë bashkëpunëtor I tij në disa projekte gazetareske, kishte qenë I pranishëm në shtëpinë e tij, kishte luajtur me fëmijët e tij. Por sipas dokumenteve që Teodori kishte mbledhur, ky person kishte qenë gjithashtu një nga ata që e kishin tradhtuar. Ai kishte dhënë informacione për Teodorin tek ata që donin ta heshtnin. Ai kishte raportuar për takimet e tij, për burimet e tij, për planet e tij. Ai kishte qenë syt dhe veshët e sistemit brenda rrethit të ngushtë të Teodorit. Dhe Teodori e kishte zbuluar këtë. Ai kishte gjetur prova që nuk linin vend për dyshim. Dhe kjo zbulim e kishte shkatëruar. Sepse tradhtia nga një armik është e dhimbshme, por tradhtia nga një mik është shkatëruese. Ajo të bën të dyshosh për gjithçka, për të gjithë, për veten tënde. Ajo të bën të pyesësh nëse ke qenë naiv, nëse ke besuar shumë lehtë, nëse ke hapur zemrën tënde për njerëz që nuk e meritonin. Dhe Teodori vuajti nga kjo dyshim, nga kjo dhimbje, nga kjo ndjenjë tradhtie që e hëngri nga brenda. Miqtë e Teodorit tregojnë se në muajt e fundit të jetës së tij, ai u bë më I mbyllur, më I largët, më I dyshim. Ai nuk fliste më hapur për planet e tij, nuk ndante më informacione me kolegët e tij, nuk besonte më lehtësisht.
Ai kishte ndërtuar një mur rreth vetes, një mur që e mbrojte nga tradhtia, por që gjithashtu e izolonte nga njerëzit që e donin vërtet. Dhe kjo izolim e bëri edhe më të vështirë luftën e tij, edhe më të dhimbshme vdekjen e tij. Sepse ai vdiq i vetmuar, i rrethuar nga njerëz që e donin, por që ai nuk mund t'i besonte plotësisht më. Dhe kjo është një nga tragjeditë më të mëdha të historisë së tij, se ai që kishte luftuar gjithë jetën për të vërtetën, për ndeshmërinë, për besimin, u detyrua në fund të jetojë në një botë ku ai nuk mund të besonte askënd. Por kush ishte ky person që e tradhtoi Teodorin? Pse e bëri ai këtë? Çfarë fitoi ai nga kjo tradhtie? Dhe ku është ai sot? Këto janë pyetje që ne kemi kërkuar t'i përgjigjemi, por përgjigjet nuk janë të lehta. Personi në fjalë ka mohuar gjithmonë akuzat. Ai ka thënë se ai nuk ka tradhtuar kurrë Teodorin, se ai e ka respektuar dhe admiruar gjithmonë. Ai ka thënë se dokumentet që Teodori kishte mbledhur ishin të gabuara, të keq interpretuara, ndoshta edhe të fabrikuara nga armiqtë e tij. Por provat që ne kemi parë janë bindëse. Ato tregojnë një model të qartë tradhtie, një seri raportesh që ky person ka dhënë për Teodorin, një bashkëpunim të vazhdueshëm me ata që donin ta heshtnin. Dhe kjo na bën të pyesim, sa njerëz të tjerë si ky person ekzistojnë në shoqërinë tonë? Sa njerëz që duken si miq, si koleg, si bashkëpunëtor, por që në realitet janë diçka tjetër? Sa njerëz që flasin për të vërtetën, për drejtësinë, për integritetin, por që në fshehtësi punojnë për të kundërtën? Këto janë pyetje që na shqetësojnë, që na bëjnë të dyshojmë, që na bëjnë të ndihemi të pasigurt. Por ato janë gjithashtu pyetje që na detyrojnë të jemi më vigjilent, më kritik, më të kujdesshëm për atë që besojmë dhe kujt i besojmë. Sepse historia e Teodor Kekos na mëson se tradhtia nuk vjen gjithmonë nga armiqtë e hapur, por shpesh nga ata që duken si miq. Dhe mbrojtja më e mirë kundër tradhtisë nuk është paranoja, por vigjilenca, kujdesi, aftësia për të parë përtej fjalëve dhe për të gjykuar njerëzit nga veprat e tyre, jo nga premtimet e tyre. Në ditët e fundit të jetës së tij, Teodor Keko nuk fliste më shumë. Ai ishte shumë i dobët, shumë i lodhur, shumë i konsumuar nga sëmundja dhe nga ilaçet. Por ai ende dëgjonte. Gruaja e tij, Flutura, i lexonte artikuj nga gazetat, i tregonte për ngjarjet e ditës, i pëshpëriste fjalë ngushëllimi. Dhe Teodori dëgjonte me sytë e mbyllur, me një buzëqeshje të lehtë në buzë, sikur ai po dëgjonte diçka që e bënte të lumtur, që e bënte të qetë. Një ditë, Flutura i lexoi një artikull që një gazetar i ri kishte shkruar për të, një artikull që e quante Teodorin në ndërgjegjen e kombit, zërin e të vërtetës, heroin e brezit. Kur ajo mbaroi së lexuari, Teodori hapi sytë dhe i tha, Flutur, unë nuk jam hero. Unë jam thjesht një njeri që u përpoq të bëj atë që ishte e drejtë. Dhe ndonjëherë, kjo nuk është e mjaftueshme. Flutura qau. Ajo e kuptoi se Teodori po i thoshte lamtumir, se ai po pranonte se lufta e tij kishte mbaruar, se ai po lëshonte. Dhe ajo nuk dinte çfarë t'i thoshte. Ajo thjesht e mbajti dorën e tij dhe qëndroi pranë tij, derisa ai ra në gjumë për herë të fundit. Teodor Keko vdiq në mëngjesin e 28 të dhjetorit të vitit 2002. Ai kishte vetëm 48 vjeç. Jeta e tij ishte e shkurtër, por e mbushur. Ai kishte jetuar me intensitet, me pasion, me qëllim. Ai kishte luftuar për atë që besonte, kishte thënë të vërtetën edhe kur kjo i kishte kushtuar gjithçka, kishte lënë një shembull që vazhdon të frymëzojë edhe sot. Por ai gjithashtu kishte paguar një çmim të lartë. Ai kishte jetuar në presion të vazhdueshëm, kishte vuajtur nga sëmundja, nga tradhtia, nga vetmia. Ai kishte lënë pas një familje që duhej të jetonte pa të, një vend që ende po luftonte me problemet që ai kishte denoncuar, një trashëgimi që ishte e pasigurt, të paqartë, të kontestueshme. Por çfarë ndodhi pas vdekjes së tij? Si ndryshoi Shqipëria? A u ndryshuan gjërat për të cilat ai kishte luftuar? Përgjigjja është komplekse. Në një nivel, shumë gjëra nuk ndryshuan. Korrupsioni vazhdoi, padrejtësia vazhdoi, gënjeshtra vazhdoi. Shumë prej atyre që Teodori kishte denoncuar vazhduan të jenë në pushtet, të pasurohen, të jetojnë pa pasoja. Sistemi që ai kishte luftuar nuk u shkatërrua, madje as nuk u dobësua shumë. Në këtë kuptim, mund të duket se lufta e Teodorit ishte e kotë, se ai kishte sakrifikuar gjithçka për asgjë. Por në një nivel tjetër, më të thellë, Teodori ndryshoi shumë. Ai frymëzoi një brez të tërë gazetarësh, aktivistësh, qytetarësh që besuan se e vërteta ende ka vlerë. Ai tregoi se është e mundur të jetosh me integritet, edhe në një botë ku integriteti shpesh duket si një dobësi.
Ai la një shembull që vazhdon të jetoj, që vazhdon të frymëzoj, që vazhdon të sfidoj. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së tij, emri i Theodor Kekos përmenden ende. Jo aq shpesh sa do të duhej, jo aq me respekt sa ai meriton, por përmenden. Gazetarët e rinj lexojnë artikujt e tij dhe mësojnë nga stili i tij, nga guximi i tij, nga integritetit i tij. Studentët studiojnë jetën e tij dhe diskutojnë për zgjedhjet që ai bëri, për çmimin që ai pagoi, për trashëgiminë që ai la. Qytetarët e zakonshëm kujtojnë fjalët e tij dhe gjejnë forcë për të folur, për të denoncuar, për të luftuar për atë që është e drejtë. Dhe në këtë kuptim, Theodor Keko nuk ka vdekur. Ai vazhdon të jetojë, jo në trup, por në shpirt, në ide, në shembull. Por a është kjo e mjaftueshme? A mund një shembull, një kujtim, një frymëzim të zëvendësojnë ndryshimin real, konkret, të prekshëm? A mund ata të ndryshojnë një sistem që është i thellë i rrënjosur, i mbrojtur nga interesa të fuqishme, i mbështetur nga heshtja dhe pasiviteti i shumicës? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë vetes, që ne duhet t'i diskutojmë, që ne duhet t'i përballemi. Sepse nëse ne zgjedhim të besojmë se shembulli i Theodor Kekos është i mjaftueshëm, atëherë ne po zgjedhim të mos veprojmë, të mos luftojmë, të mos ndryshojmë asgjë. Por nëse ne zgjedhim të shohim shembullin e tij si një thirrje për veprim, si një sfidë për të bërë më shumë, për të qenë më të guximshëm, për të mos u dorëzuar kurrë, atëherë ndoshta ne mund të ndryshojmë diçka. Ndoshta ne mund të vazhdojmë luftën që ai filloi. Ndoshta ne mund të realizojmë ëndrat që ai kishte. Historia e Theodor Kekos nuk është një histori me një fund të lumtur. Ajo është një histori e luftës, e sakrificës, e dështimit dhe suksesit të përzier. Ajo është një histori që na bën të mendojmë, të dyshojmë, të shqetësohemi. Por ajo është gjithashtu një histori që na frymëzon, që na jep shpresë, që na kujton se edhe në kohët më të errëta, edhe në situatat më të vështira, ka njerëz që zgjedhin të luftojnë për të vërtetën, për drejtësinë, për atë që është e drejtë. Dhe këta njerëz, edhe nëse nuk fitojnë gjithmonë, edhe nëse paguajnë çmime të larta, edhe nëse harrohen shpejt, janë ata që e mbajnë gjallë shpresën, që e mbajnë gjallë besimin, që e mbajnë gjallë mundësinë e një bote më të mirë. Theodor Keko ishte një nga këta njerëz. Ai nuk ishte i përsosur. Ai bëri gabime, ai kishte dobësi, ai vuajti nga dyshimet dhe frikrat e tij. Por ai gjithashtu kishte diçka që shumë njerëz nuk e kanë, guximin për të qëndruar në këmbë kur të tjerët uleshin, zërin për të folur kur të tjerët heshtnin, forcën për të vazhduar kur të tjerët dorëzoheshin. Dhe kjo është ajo që e bën historinë e tij të rëndësishme, të vlefshme, të paharrueshme. Sot, kur shikojmë mbrapa në jetën e Theodor Kekos, ne shohim një njeri që jetoi shpejt dhe u dogj. Një njeri që dha gjithçka për atë që besonte. Një njeri që nuk pranoi kur të hesht, edhe kur heshtja do të kishte qenë më e lehtë, më e sigurt, më e rehatshme. Dhe ne pyesim veten, a do të kishim ne guximin për të bërë të njëjtën gjë? A do të zgjidhnim ne të njëjtën rrugë nëse do të ishim në vendin e tij? Apo do të zgjidhnim rrugën e lehtë, rrugën e kompromisit, rrugën e heshtjes? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë. Por një gjë është e sigurt, sa kohë që ka njerëz që kujtojnë Theodor Kekon, që lexojnë fjalët e tij, që frymëzohen nga shembulli i tij, lufta për të vërtetën nuk ka mbaruar. Ajo vetëm ka ndryshuar formë, ka ndryshuar aktor, ka ndryshuar skenë. Por thelbi mbetet i njëjtë, ka ata që flasin dhe ka ata që heshtin. Dhe historia, në fund, gjykon të dy. Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Theodor Keko ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.